Tani, që ta quash këtë administrat europiane, vjen keq, për duhet t'jesh i çmendur. Një administrat që vetëm ditën e djeshme, 5 inspektor TMT u arrestuan, 6 tjerë u shpallën kërkim. Ta janë organizat kriminale, jo administrat publike. Si e quani ju këtë administrat publike? Drejtorin tjetër të OST-s ju a kapën me 20 milion euro kokaine kishit pasur dhe ish kryetar komune, atë në Fraku, apo e harruat. Këtë vis berberin e keni në burg. Këto skemat 5D, 5B, 5V, 5Zh, që i keni shpikur ju, gjithë skema vjedhje të kësaj administrate. Nga e para tek e fundit. Se këto ministrat tu nuk firmosin më. Edhe Belinda tani nuk firmos më. E hodhi firmën e fundit, atje nuk firmos më. Firmat ja u vini drejtorve, administratës. Futuni ju në burg për ne. Pastaj gjova këtu, do fitojmë, ne kemi fituar, sa kemi fituar, po mërë po ju keni fituar, po pyetja është, po shqiptarët me këto fitore tuaja kanë fituar? Jo, ju fitoni, ndërkohë që shqiptarët largohen. Për shkak kësaj administrate, kemi sulmuar ne ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe këtë ta thot një parti e cila kryesohet nga ky njeri. Për të treguar se çfarë ka ndodhur. Fakti që përvjetori i parë i hyrjes NATO e gjen opozitën të angazhuar në organizimin e protestave në të gjithë Nuk gjoni, t'ju a kujton Taulanti, kur protestonit kundër NATO-s, dilte ky thoshte e presim NATO në protest. Kujtoja Taulant si organizohet i takimet dhe protestat. Ju do na flisni ne që sulmojmë perëndimin? Ju që s'keni lënë gjë pa thënë kundër perëndimit? Dhe na tregoni se po sulmojmë ambasadorët, sepse po i themi qytetarëve shqiptar që ngriuni, mbroni familjen nga ligji Soros, nga një ligj që thot ka 100 gjini, nga lëvizja WOK, që sponsorizohet nga një shoqat që hetohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si organizat kriminale. Puthuni sa të doni, përqafoni sa të doni me shoqatën, por nuk e ndryshon faktin që është në hetim si organizat e mirëfillt kriminale. Dhe fitoret që i shpallni, fitoret një qeveri do t'i shpallte nëse fitonte edhe Shqipëria. Po çka ka fituar Shqipëria gjithë të kohë që keni qeverisur ju? Më shumë taksa. Kemi taksa ndërkohë që çmimet kanë shkuar në të njëjtin standard me vendet më të shtrenjta të Europës. Më shtrenjta janë ushqimet në supermarketet tona se në supermarketet e Italisë apo të Francës. Ku pas kanë fituar shqiptarët? Keni fituar ju? Po, mërë po! Ju keni fituar! Ju jeni bërë miliarder me lekët e tyre. Ndërkohë që shqiptarët për shkak se i vidhni ju, zgjodhen kurbetin. Dhe sot kryesojmë 1 në 4 shqiptarë është në emigrim. Përgjegjësia kujt është kjo? Përgjegjësia e fitoreve tuaja, sepse fitoret tuaja janë kurriz Shqipërisë. Raporti i OSBE-Odirit do të sjellë një realitet komplet tjetër nga ai që bëni ju zhurmë. Se vërtet është bët dhe samitin për Ballkanin perëndimor. Ju erdhën gjithë, i takuat gjithë, lideri suprem i përqafoi gjithë. 2 muaj më mbrapa, erdhën fondet IPART? Jo. Pse? Se jeni të korruptuar. Pse erdhën fondet IPART? Pse? Jeni qeveri e korruptuar, vidhni fondet. Po si ka mundësi që mund besoj njeri normal që kur Bashkimi Evropian nuk pranon t'ju japi as fondet për bujqësinë sepse jeni të korruptuar, do të thotë hajde futuni në Europë që t'na vidhni më mirë? Minimalja që mund bëni si parti është kërkoni ndjes. Jo të vini këtu të thoni që kjo është administratë e jashtëzakonshme. Nuk e mohoj, mund të ketë njerëz shumë të mirë në administratë, shumë të aftë, shumë të ndershëm. Por administrata që ka drejtuar këtë vend
ata drejtorë që i keni vendosur ju, ata patronazhistë që i keni vendosur ju, kanë pasur një qëllim dhe vetëm një qëllim, të vjedhin. Kanë vjedhur me ekoparkun, kanë vjedhur me sterilizimin, kanë vjedhur me laboratorët, kanë vjedhur me check-upin, kanë vjedhur me gjithçka, kanë vjedhur me rrugët, Fuman Kashar, kanë vjedhur me rrugën e Unazës, drejtorët tuaj i kanë firmosur gjitha para shqiptarësh. Nuk i keni lënë as një cent. Keni sjell kilometri 25 milion euro në një rrugë në mes qytetit. Në Tiranë 25 milion euro një kilometër. Me drejtorët tuaj i kanë bërë. Këta të kësaj administrate. Çau ka zgjidhur kjo administratë shqiptarëve? Asgjë. Vetëm u ka sjellur hall. Dhe ju keni arritur kulmin që organizatat kriminale kanë përfaqësuesit e vet në administratën shtetërore. Organizatat kriminale kanë përfaqësuesit e vet në administratën shtetërore. Ju kujtoni që këto i dim ne dhe nuk i di komuniteti ndërkombëtar? I di dhe i ka vënë ai në raport. Po ju raportin se lexoni dot siç duhet. Ju raportit nuk e lexoni dot të vërtetën. Dhe duhet vini këtu dhe të mashtroni, dhe të sulmoni, dhe të akuzoni opozitën sepse po denoncon korrupsionin. Sepse po denoncon mafje në pushtet. Sepse po denoncon faktin që vidhen çdo ditë paratë e qytetarëve shqiptar. Sepse po denoncon faktin që me një firmë u merren shqiptarëve 50 milion euro. Sepse po denoncon faktin që erdhi një kryeministër që deklaronte 3 milion lekë në bankë dhe tani ka bankën e vet personale. Që deklaronte se ishte në shtëpi me qera, kurse sot ka 6.000 metra katror vil. Me këtë administratën e famshme i bëri. E vërteta është që kjo nuk është as administratë, po është një organizat e mirëfillt kriminale dhe këtë e din shqiptarët, po të bindur t'jeni që e din dhe të huajt. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Çaushi, Seqine Çaushi, 10 minuta.